Viti 2026 ka nisur me rënje të eksporteve. Sipas publikimit të Instat, në janar eksportet e mallrave arritën vlerën e 26.7 miliard lekëve, duke ulur me 4.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me një rënje prej 0.3% në krahasim me dhjetorin e 2025-s. Në uljen e eksporteve gjatë janarit ka ndikuar negativisht grupet minerale, lëndjegëse dhe energji elektrike, me një rënje prej -2.9%, ndërsa tekstile dhe këpucë ranë me 1.8%. Produktet kimike dhe plastike 0.4%, po ashtu në rënje janë dhe ushqimet dhe pijet me 0.3%. Gjatë janarit të këtij viti, vendet me të cilat Shqipëria ka pasur uljen më të madhe të eksporteve në krahasim me janarin e 2025-s janë Italia me rënje prej 3.6% dhe Kosova me një rënje prej 2%, ndërsa janë rritur eksportet me Gjermaninë në nivelin 30.2% dhe me Greqinë 31.8%. Por jo vetëm eksportet, por edhe importet për muajin janar janë ulur me 4% në krahasim me një vit më parë dhe 27.5% në krahasim me dhjetorin e 2025-s. Ndikimin më të madh në uljen e importeve e kanë sjellë materialet e ndërtimit. Në një kohë që janë ulur importet nga Italia me 10.3% dhe Greqia 3.3%, ato kanë ardhur në rritje me Kinën prej 1.8%, por rritjen më të ndjeshme e kanë importet nga Turqia me 13.5%. Shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian zën 55.4% të gjithë tregtisë së Shqipërisë. Eksportet drejt vendeve të Bashkimit Evropian zën 74.1% të totalit të eksporteve, ndërsa importet nga vendet e Bashkimit Evropian përbëjnë 46.8% të totalit të importeve.